Mbrëm në shënim të ditës ndërkombëtare të fëmijëve në një atmosferë madhështore në kejtë Shadervanit në Prizren. U mbajt edicionin 22 i festivalit tradicional për fëmijë Fluturat, duke promovuar talente rinje, krimtari muzikore dhe bashkëpunim kulturor mes të trevave shqiptare. Festivali organizua nga OJQ Helix me mbështetjen e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Në hapje të festivalit, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj theksoi se komuna do të vazhdojë të përkrahë ngjarje të tilla që ndihmojnë zhvillimin kulturor dhe artistik të qytetit dhe fëmijëve. Ndërsa drejtoresha e kulturës, rinisë dhe sportit Ailen Shishko Hajdari dhe drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik Adem Morina e cilësuan këtë festival si një nga ngjarjet më të veçanta për fëmijët në qytetin e Prizrenit. Drejtoresha festivalit Fluturat, Bukurie Zogaj Krasniqi, theksoi se këtë vit të gjithë fëmijët pjesëmarrës janë shpërblyer me çmime të ndryshme dhe mirënjohje. Nadire Thaçi Kryeziu, shpall fituese e tekstit më të mirë. Gjatë pranimit të çmimit, ai theksoi se nuk ka gjë më të bukur se sa kur fëmijët këndojnë, festojnë dhe ndihen të gëzuar në ditën e tyre. Vendin e parë në këtë edicion mori Inara Bytyqi, e pasuar nga Elena Sadria, e cila zuri vendin e dytë, si dhe vendi i tretë takoi Reja Hasanit. Kurse çmimin kryesor Flutura e Argjend, këtë vit e rëmbeu Buna Bytyqi, duke u bërë kështu fituese edicionit të 22 të festivalit Fluturat. Reja, Inara dhe Buna në emocione u shprehen të jetë lumtura për suksesin e arritur. Në edicionin e si vjetëm të festivalit u ndan gjithsej 8 çmime, ndërkaq fituesja vendit të parë u shpërblye me 800 euro, ajo vendit të dytë me 500 dhe e treta me 300 euro. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.